Brenda 2 orëve para se të mbyllej afati, në adresë të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, u deponuan 7 ankesa rreth procesit të numërimit të votave për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila fitoi 9 ulëse në kuvend, Lista Serbe, u ankua në PZAP pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e miratoi listën e deputetëve për këtë parti politike. 2 ankesat e tjera u deponuan nga antari i PDK-s Bekim Haxhiu, i cili për pak nuk arriti të bëhet deputet. Ky pretendon se me votat e pranuara me post pas afatit ligjor, llogaritet u bën gabim të cilat ndikuan në ndarjen e mandateve. Ankesat lidhen me përfshirjen e 23.323 pakove të fletvotime me post nga votimi jashtë Kosovës, të pranuar pas afatit ligjor, në kundërshtim me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe llogaritjen e gabuar të rezultatit përfundimtar, i cili ka ndikuar në ndarjen e mandateve dhe renditjen e kandidatëve. Në zgjedhjet e jashtëzakonshme të mbajtura me 28 dhjetor 2025, nuk kërkoi privilegj, kërkoi vetëm zbatim të barabartë të ligjit dhe kushtetutës. Mbrojtja e votës së ligjshme është mbrojtje e demokracisë. Me dyshime për parregullsinë e vota, PZAP-s janë mësyn edhe 3 subjekte politike. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, koalicioni PAI-PDA-KLPB dhe 2 ankesa u bën nga Partia e Re Demokratike e Emilia Rexhepit. Për krejt këto, PZAP-i tha se do të vendos brenda afatit ligjor. PZAP ka pranuar 7 ankesa lidhur me publikimin e rezultatit përfundimtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për të gjitha ankesat e pranuara, PZAP do të vendosë brenda afatit ligjor prej 96 orësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presë epilogun e të gjitha ankesave për të vazhduar me certifikimin e rezultateve.